Pas më shumë se 12 orësh rezistencë dhe negociatash intensive, dy persona që qëndronin të izoluar në një banesë në fshatin Orosh në Fusharësit janë ndërzuar para forcave të policisë. Negociatat nisën që prej orës 6 të mëngjesit, ndërsa në to u përfshin dhe vëllezërit dhe motra e tyre. Forcat e policisë së Pukës dhe njësia speciale Renea kishin rrethuar banesën ku dyshohej se ndodheshin Julian Cumraku dhe Arben Uka, i njohur si Hamza Uka. Cumraku me origjinë nga fshati Orosh dyshohet të ketë lidhje me grupe ekstremiste. Fillimisht dy të ngujuarit u pikasën nga parullat e policisë së Pukës, shkaqoi menjëherë në ndërhyrjen e forcave Renea, pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme për t'u dorëzuar. Ata kundërshtuan për orë të tëra, duke u mbyllur brenda banesës dhe duke vështirësuar këto ndërhyrje për shkak se dyshohej se ishin të armatosur rënd. Pas dorëzimit, u ushtrua dhe një kontroll në banesë, ku gjetën 5 armë, 4 automatike dhe një pistolet, një flamuri, sisit i vendosur në faqen e murit, ndërmjet armëve të zjarrit, 17 granata dore defensive, municion luftarak, kapsolla detonator, elektrik për shpërthimin e lëndëve eksplozive, fitil zjarr përcjellës që përdoren për shpërthimin e lëndëve plasëse dhe 2 gëzhoja. Cumraku dhe Uka ishin prej kohësh në nënvezhgimin e antiterrorit. Uka ka qenë komando që ka shërbyer në Irak dhe Afganistan. Në prill vitin 2019 u arrestuan nga antiterrori pas dyshimeve për prirje radikale dhe nxitjen e urrëties me qëllim kryerjen e veprave terroriste. Uka konsiderohej person me rrezikshmëri të lartë dhe survejohej prej vitit 2007. Në shtator të vitit 2020, ai u dënua me 3 vite burg nga gjykata e Tiranës për akuzën e nxitjes, thirrjes publike dhe propagandës për kryerjen e veprave me qëllime terroriste dhe mbajtjes pa leje dhe prodhimit të armëve shpërthyese dhe i municionit. Pas arrestimit, Uka kërcënoi së kohë dhe gjyqtarin Bib Ndreca dhe prokurorin Eugen Peci, duke i paralajmëruar se do t'i japin llogari sapo ai të dalë nga burgu. Ai u arrestua pasi publikonte video në Facebook me përmbajtje ekstremiste, si dhe serviste fëmijët me qëllim për t'i dërguar si luftëtar në ISIS.